Nderuar shikues Talpo Televizion, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Mbyllja e spitalit të Tepelenës për parim Tepelena po shihet nga banorët e zonës një kampan alarmi jo vetëm për shëndetësinë në jug të vendit, por edhe për procesin e vazhdueshëm të boshatisjes së qyteteve të vogla. Vendimi i cili pritet të zbatohet përgjatë këtij viti në kuadër të riorganizimit të shërbimeve shëndetësore ka shkaktuar shumë reagime, por një herazi dhe shqetësim të qytetarëve të Tepelenës, por edhe zonave përreth. Spitalit të Tepelenës për parim Tepelena po shihet nga banorët një kampan alarmi jo vetëm për shëndetësinë e jug të vendit, por edhe për procesin e vazhdueshëm të boshatisjes së qyteteve të vogla. Vendimi i cili pritet të zbatohet gjatë këtij viti në kuadër të riorganizimit të shërbimeve shëndetësore ka shkaktuar reagime dhe shqetësim të qytetarëve të Tepelenës dhe zonave përreth. Banorët thonë se mbyllja e tij do të jetë me pasoja të drejtpërdrejta për jetën e tyre, ashtu edhe për ekonominë familjare. Spitali i Tepelenës ka qenë për vite me radhë një pikë kyçe për marrjen e shërbimeve shëndetësore, jo vetëm për qytetin, por edhe për 10 fshatra të zonës. Në rast urgjencash, ata thonë se distanca drejt spitaleve të tjera, si në Gjirokastër apo Fier, mund të rrezikojë jetën e pacientëve. Nga ana tjetër, qytetarët theksojnë se mjekët dhe stafi i spitalit kanë qenë gjithmonë të përkushtuar. Shqetësimi i banorëve lidhet me faktin se mbyllja e institucioneve të rëndësishme publike si spitalet, shkollat apo shërbimet e tjera bazë, përfshirë edhe burgun e Bënçës që u mbyll pak muaj më parë, po ndikon drejtpërdrejt në largimin e njerëzve nga qytetet e vogla. Sipas tyre, pa shërbime jetike, qytetet rrezikojnë të humbasin gradualisht popullsinë dhe të beten vetëm me një numër të kufizuar banorësh. Dhe mendojmë që spitali këtu mos të mbyllet, se ne jemi gjithmonë gatishmëri. Jemi njerëz, jemi pleq, kemi fëmijë, kemi të tëra, edhe spitali duhet jetë. Ka qeni nga mua zëmrati. Do t'ju krijojë ndoshta edhe kosto më shumë, nëse kjo mbyllet, do të detyrojnë të shkojnë në Fier, në Gjirokastër. Po diskutohet. Nuk diskutohet kur na mbyll, ne jemi pak, ne jemi gjithaj qytet. Shikoj se spitali plot. Për mendimin tonë njëherë nuk e di se ashtu nuk duhet mbyllet. Nuk duhet mbyllet. Është shumë e vështirë për njerëzit. Mirë një që pati unë me këtë vete që kam një plakë në shtëpi. Vete do të Gjirokastër. Me kem do ta bëj. Kushton? Kushton se s'kem. Pensionista jemi. Me 300.000 lekë jemi. Ku do vemi? Qytetarët e Gjirokastrës po përballen me një rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve ushqimore, kryesisht të fruta perimeve, por edhe të mishit. Këto produkte janë pjesë e përditshme e tryezës familjare, por për shumë familje ato bëhen gjithnjë më shumë të vështira për të përballuar financiarisht. Qytetarët e Gjirokastrës po përballen me një rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve ushqimore, veçanërisht të frutave, perimeve dhe mishit. Këto produkte janë pjesë e përditshme e tryezës familjare, por për shumë familje ato bëhen gjithnjë më të vështira për të përballuar financiarisht. Rritja e çmimeve lidhet me disa faktorë si kostot më të larta të prodhimit, transportit dhe furnizimit në treg. Fermerët përballen me shpenzime më të mëdha për plera kimik, karburant dhe punëtor, gjë që ndikon drejtpërdrejt në çmimin final që paguan konsumatori. Në tregjet e qytetit vëret se frutat dhe perimet, të cilat dikur konsiderohen produkte të përballueshme për të gjithë, tani më kanë çmime më të larta se më parë. Edhe mishi, një produkt i rëndësishëm në dietën ushqimore, ka pasur rritje të konsiderueshme çmimi, duke bërë që shumë familje ta blejnë më rrallë. Kjo situatë ka sjellë shqetësim të qytetarëve të Gjirokastrës, të cilët kërkojnë më shumë mbështetje për prodhuesit vendas dhe masa për të stabilizuar tregun. Rritja e çmimeve të fruta perimeve dhe mishit mbetet një sfidë për ekonominë familjare në Gjirokastër dhe kërkon vëmendje të veçantë nga institucionet dhe tregu për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme. Nuk e përballoni dot. Ja, në asnjë mënyrë, me 15.000 lekë që është mish i vogël. Ju ndihmon dikush? Ai s'pare, çfarë ndihmon ju? Dura e merr ilaçe për diabetin, ose barozën. Ne. Çfarë merrni nga pensioni e lëni në ilaçe? Atje, drita, shiko. Më shumë kam paguar ujë se sa drita. Këtë muaj. Më shumë ujë se sa drita. Dash beso, kur mos e beso. Duhet të kishte një ndërhyrje për këto çmimet e larta, juve si e shikoni? Po shish gjë, asnjëherë nuk ndryshon kjo punë. Asnjëherë. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi.
Taksa e qarkullimit mbi karburantin u vendos në Shqipëri në vitin 2012. Fillimisht ishte vetëm 7 lekë për litër, por u ri gradualisht në vitet pasuese deri në vitin 2015, kur arriti nivelin prej 27 lekësh për litër, që mbetet i pandryshuar edhe sot. Ideja që përdoruesit e rrugëve të kontribuojnë për infrastrukturën nuk ishte re. Ajo ishte diskutuar që në kohën e projektit të rrugës së Kombit, kur u argumentua se një pjesë e kostos së ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve duhet të mbulohej nga vetë përdoruesit e tyre. Më vonë kjo filozofi u institucionalizua në formën e taksës së qarkullimit mbi karburantin, që sot paguhet nga çdo konsumator sa herë furnizon automjetin. Qëllimi zyrtar ishte i qartë, përdoruesit e rrugëve të kontribuonin për financimin kryesisht të mirëmbajtjes së infrastrukturës rrugore. Taksa mblidhet për çdo litër benzine apo naftë të shitur dhe konsiderohet një tarif për përdorimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit rrugor. Në praktikë ajo është bërë një nga komponentët kryesorë të barës fiskale mbi karburantin së bashku me aksizën dhe TVSH-n. Me rritjen e konsumit të karburantit ndër vite, janë rritur edhe të ardhurat nga buxheti që mbledh dhe nga kjo taks. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, vetëm në vitin 2025 u arkëtuar rreth 220 milion euro nga taksa e qarkullimit, ndërsa tashmë nuk ka asnjë lloj transparence se si përdoren këto fonde. Rreth 24.2% e familjeve në Shqipëri rezultojnë të kenë pagesa të prapambetura që lidhen me qiranë në shtëpisë, fatura shërbimesh, energji, ujë ngrohje apo blerje të pronave me këste, sipas të dhënave të Eurostat që i takon vitit 2023. Kjo do të thotë se afërsisht 1 në 4 familje ka vështirësi reale për të përmbushur në kohë detyrimet në lidhje me menaxhimin e banesës. Ky nivel është dukshëm më i lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, e cila në 2023 shënqëndron në rreth 9 deri në 10% dhe pozicionon Shqipërinë ndër vendet me vështirësi të lartë për të përballuar kostot e banimit pas Greqisë, Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë. Krahasuar me vendet e eurozonës ku përqindja e familjeve me vonesa me pagesa është rreth 9.5%. Situata në Shqipëri është më shumë se 2 fish më problematike. Kjo përqindje e lartë e familjeve që nuk përballojnë faturat e shtëpisë tregon se një pjesë e konsiderueshme e tyre janë financiarisht të brishta, të ekspozuara ndaj goditjeve të vogla ekonomike, rritje çmimesh, humbje të ardhurash apo shpenzime të paparashikuara. Trimobir, Petro Zhulati, ka likuq sa gjysmë shpati, me Bizant të zu i nati. Vendi ynë me histori të lashtë për 6 shekujve mijë vjeçarëve ka nxjerrë njerëzit e tij të shquar, të cilët i kanë dhënë këtij kombi formën që njohim deri në arritjen e pavarësisë. Këtu do të flasim për Papa Zhulin, ose njohur ndryshe Petro Zhulati. Ligjvënësi dhe prisi mitik i Labërisë për gjatë shekullit të 11. Në kthjetrat e historisë dhe legjendës, emri Papa Zhulit, i njohur edhe si Petro Zhulati, qëndron si një nga shtyllat më të vjetra të identitetit ton kombëtar, i cilësuar si prift, luftëtar dhe ligjvënës në gojdhënat dhe analet historike. Thuhet se udhëhoqi krahinën e Zhulatit afër Gjirokastrës rreth shekullit të 11 për gjatë kohës së perandorisë bizantine. Por çfarë ishte kanuni i Papa Zhulit? A ishte ky kanun kushtetuta e parë e jugut? Përpara se të njihej kanuni i Lek Dukagjinit në jugun e Shqipërisë, studonte kanuni i Papa Zhulit. Ky kod zakonor rregullonte me reptësi dhe urtësi jetën shoqërore, duke u bazuar në nderin dhe besën në këto shtylla të palëkundra të moralit shqiptar. Mikpritja ka qenë një tjetër institucion i shenjtë i Labërisë. Po ashtu, edhe drejtësia dhe prona qëndronin mbi rregulla që mbanin në këmbë rendin në kuvendet popullore. Mes diplomacisë dhe luftës, historia e regjistron vitin 1081 si një pikë kthese ku normanët e Robert Guiscard zbarkuan në brigjet tona në Sarand. Papa Zhuli tregoi aftësi të larta diplomatike duke negociuar kalimin e tyre nëpër territorin e Labërisë në qafën e Skërficës për të mbrojtur krahinën. Megjithatë, ai mbeti një kundërshtar i fortë i taksave dhe administratës bizantine, shpesh duke u përplasur në luftën e armatosur me të. Ashtu sikur se thot, edhe vetë kënga. Një trashëgimi që nuk shitet apo venitet. Figura e Petro Zhulatit nuk është thjesht një kujtim nga e kaluara, por një simbol i vetë organizimit shqiptar. Ai na kujton se për shekuj me radhë, populli ynë ka pasur ligjet e veta,
ku vendet e veta që ishin njëkohësisht dhe gjykues për probleme të brendshme, por edhe lider që nuk e ulnin kokën përpara perandorive. Sot, Zhulati mbetet dëshmitar i kësaj historie, ku e drejta zakonore dhe urtësia e pleqësisë i dhan forma asaj që sot e quajmë krenaria labe. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.